mos turprohet dikush pse ka vajza, s'ka djem. Që shka qenë kjo periudhë në periudhën e xahiljetit. Në periudhën e xahiljetit, kush ka pas vajza, i ka ardhur marrë, me ka du që i ka vajzë. Transmetohet që një person i ka pas 9 djem dhe i 10 i ka lind vajzë. Edhe u ka mërzit shumë. Shumë u ka mërzit. Edhe ja kalon emrin Yomul Aswad. Dita e zezë. Dita e zezë për mua. Rritën, fëmija rritën, martohën, se cilën e punë të veta, ky prindi e humb shikimin në pleqni. Djemt nuk kujdesen për ta. Nuk i intereson kërkujt për prindin. Merr vesh vajza në shtëpinë e burrit të saj, merr vesh se baba ka ardhur në kësi gjendje. Shkon edhe e viziton babën. Fillon kujdeset për prindin. Ja ban ushqimin. Ai verbër nuk shef. Ja ban ushqimin. Kujdeset për ta. Ja pastron shtëpinë, ja pastron petkat. Edhe i thot, kush je ti se s'po të njoh? Thot, unë jam dita jote e zezë. Thot, unë jam dita jote e zezë. Se kështu e kalon emrin. Ka thonë, si këtë kishin qenë ato ditë tjera të zeza e jotja e bardhë. Vajza është vajzë. Djali është djali. Djali din me harrove. Ama vajza nuk harron. Dhe për kësha ka ardhë sabrin e ta. Një periudhë kohore në këtë dunja, pastaj e shef bereqetin ta njëta. Pas vdekjes, ban pengesë prej zjarmit të xhehenemit.